Lexuesi i Kuranit, si do të ketë gjendjen kur të hyjë në varr? Kurani, libri i Allahut, është mbrojtësi jot. Ka me qenë advokati jot. Ka me qenë ndërmjetësuesi jot. Ka me lobirat për tyje këtë botë, natën e varrit dhe ditën e gjykimit. Ka larë shumë transmetime dhe versione se si qëndron besnik Kurani i lexuesit, ai cili ka lexuar dhe ka pas zakon dhe kulturë shprehit përditshëm. Në varr nuk ka njëherë që do të futet në varr që nuk do të ekspozohet ndëshkimeve dhe dënimeve. Edhe nëse ke qenë për atyre që ke bërë vepra të mira, ata do të përpiqen maksimalisht më kanë barikat me qenë mburoj mes tyje dhe ndëshkimit, secila vepër. Ndërsa për Kur'anin ka kështu, kur do ta ndëshkoje në varr, me laçet e varrit nga koka, ta sulmojnë, do dalë Kur'ani thotë, jo, asesi, nuk ke për ta prekur, thotë, kur të tjerët shkojshin, argëtojshin, bërëdhëshin rrugës, mas plaçet e kësaj dunjas, ky u veçonte dhe lexonte librin, mu më ka lexuar Kur'anin, kam për ta mbrojt. Nuk ka kënaqësi më e madhe. Unë vetëm një skenë, ta paraqes afa një falë panorame, kur t'jenë me një gjukat, ke për të gjykuar për dhe një landë, qofte ki ba me dia po vedia të krimin. Edhe imagjinoje, vjen atë përfundim konkluse, nuk ka shpëtim për tyje. Edhe mundosh, arvatësh, ta kisha pas një provë, ta kisha pas një dëshmi, ti shkon të kush pro muhe. Vjen një advokat, e hap derë, thot, më lejoni, thot, ka marrë për personin, edhe du dëshmoj pro për këta. Çfarë argumenti ki? Fillon nuk e sill argumentet. Kur ky ma, ka u shpresa ma. Unë vetëm do vi me një përfundim konklus, edhe do të më dënojnë. Vjen dhe e mbron me fakte dhe me dëshmi, gzim më i madh për këta s'ka. Kështu do të verë Kurani, kur ti do t'upi shpresa, edhe të bjen Kurani. Që atëri kemi thonë, subhanallah, vërtet une, s'pas na hub kohë në dunja, më dul në ndim momentet më të vështira. Në ditën e kiametit, hadithe janë të shumta. Iqra al-Quran, thotë i dhuruar Allah, lexoni Kur'anin. Fa innahu ya'ti yawm al-qiyamah shafian li ashabihi, lexoni librin e Allahut. Lexoni dhe mësoni dhe studioni se në ditën e kiametit ka me Kur'ani ndërmjetësues për lexuesin. Ndërmjetësues për lexuesin e Kur'anit. Besoj që do të mjaftojshin këto faktet dhe këto argumentet që me nxit dhe me motivu besimtarin se po i ndihmoj ka edhe po i mbështet ka dhe përkraj ka në ditën e kiametit edhe natën e vorrit Kur'ani, libri i Allahut.